Milaj, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Jemi pa 2 herë për një javë. Ishë një vizit para një javë këtu, më bë qefi që jemi taku mas shumë viteve. Ne njihemi nga Norvegjia, në 88, 89, ashtu diçka? Po. Maj unë që shifra në televizor, që ishe në kanalin e Suedis, në fillim, në të shtetit, apo? Po, SVT, Sferi Po. Sëllishme. Edhe isha shumë krenar se kishim një shqiptar atëherë. Se ne jemi, unë si të mas prej 76 në Norvegjia, deri në 95, pastaj kam shku në Amerikë, në New York, që 31 vjetë. Kur të shifshim ti në televizor, ti ishe kështu, edhe kishe laçk, dhe vëshë më abet në u knaqëm, pastaj patëm rastin të takojmë në Norvegji, kur vishe edhe në Oslo. Kështu që jemi krenar me ti. Dështa të pyti, nuk e di ende, po si erdhi puna deri të bëhesh ti gazetar në Suedi, ajo ishe, se ato janë pak racista, kallëzoj drejt, unë si aktore kom pa pak se si shkon puna. Ty si e arritë kulmin e gazetarisë në Skandinavi? Tani për dallim prej ndoshta shumicës të vendeve tjera, ose për dallim të Amerikës, që bota në Amerikë ndohet bardhë dhe ze, ose në Itali, ose në Gjermani, Skandinavët kanë racizëm institucional. Nuk ka popull më të mirë se norvegjez, suedez, si popull. Ndërsa në institucione ka racizëm përmes kompjuterit. Të sheh për shembull që ti ke linë Suedi, fëmijët tonë, po të e shef që katragjyshët ka ardhur nga Kosova, nga Macedonia, gjithmonë je i huj. Ashtu. Edhe ajo zgërdhirja që e bojnë, ty sën ta, kjo, dy e së snellë, është krejt e mbulume me atë gjethen e fikut, që për funi ka xhelozi, ka racizëm. Dhe këte kam vrejt në Suedi, kam vrejt në Norvegji, por foti jam edhe jyte, me qenë se nuk në ndëgjojnë gratë kështu as mu as ty, është që femnat skandinave nuk janë raciste. Ja, hyq. Edhe në televizionin suedis do të thotë dikun 65-70% ka femna. E unë ka qurrelc me flok, do me thonë, të zeza, ishin mërzit suedezët të i pive që të i po suedez kokën si mjölk, si kur qumshti. Edhe kur në thëshin ata sfat skale, që është një shpreje raciste, unë ju thësha, ju jeni mjölk skale. A këtan do dhënë koka e qumshtit, kështu që kam qenë shumë i pranum tek gjinia femrore, edhe për fatin tam kam pos shefen që ka qenë femën, një personalitet fantastik suedez, dhe njeri që ka dosht shumë Kosovën. Pastaj erdha në Norvegji, fillova me punu në Oslo në Utlendingsdirektoriatet, që ka qenë, dhe me thonë, Ministria për të huj, zbashku me Berit Baker. Ajo që o vra, pa? Po, e vravë e therën e shqiptar me thikë, për ndryshe Berit Baker është antropologja më e njohur në botë për çështjen shqiptare, ka jetu në një fshat të Dugaxhinit që quhet Isniq, edhe ka qenë aktiviste e madhe për drejtat e njerëzit dhe një njeri jashtëzakonshëm. Më falë, Milaj, unë e maj mend pak se babën e kisha gjallaj, babëm ka qenë arsimtar në Norvegji edhe këtu. Qka ndodhi, pse e vravaj, se unë e majmen se na mori ftyrën, kupton se kjo ishe shumë pro shqiptarve krejt, edhe a e di pse e vrav, a ishe i smur në kokë, qka ke puna ti? Tani, ai ishte i smur në kokë, Berit Baker që të thash ka qenë aktiviste shumë e njohur, ka qenë për ndryshe Mikesha ma e ngushtet modhet Ukshin Hoti, që është i zhdukur, edhe i pata thonë Beritit, kujdes në këto aferat e dashurisë me shqiptarë. Okej. Tha pse, thash se ka njeri që ka pos dashnore Pelen,
Atje para se me ardhë Norvegji edhe prej Pele me kalu norvegjeze, edhe i ndodhi ajo që i thash. Do thotë, po, se shqiptarët në pjesë e madhe e konsiderojnë grunë si prunë private, si me kontraktora, kupton? Me kontraktora, me konaj farë lope, hypish drëpi që ato edhe natën e mirë. Nuk e konsiderojnë femnën si partner. Edhe harrojnë që pjesa ma e shajt për ne duhet jetë gruja, motra, nana, sepse ne jemi prodhim, jemi produkti nanave tona, dhe një popull, ka thonë Sami Frashëri, të regon sa femna të shkollume i ke, edhe unë të adhon diagnozën që ai popull qëfar kulture ka, qëfar civilizimi ka, a kuptan? Dhe unë mendoj që prapambetja ma e madhe e kombit shqiptar vjen për arsye se pak kemi respekt ndaj femres, shumë pak respekt ndaj pleqve dhe shumë pak respekt ndaj fëmive. Kështu që kjo, bili kur murët në telefon, the, apo shi unë mendova që me orë nëslo pëse vi kështu në katun të Mahmut Feratit. E të fala kje për Mahmutit, edhe ajde dë marë pjesë në... Ja këm këthy borqin se Mahmut Ferati ka punu në Drenit si mësusi muzikës, Komoran. Ja, unë i të regova, i shkryta thash, ta dish se Milajm Zeka ka bo fotot shpijës tënde, e dim ku jeton. Arsyeja me të thot drejten që i bona foto ato mimuri, nuk ka kënë pa qëllim se thash më spjagjojnë e i dashnore mrena. Jo, tha dëvi, se eftova unë dëvi, ndashta këtu, pa tha jam të i regullu dhamët edhe nuk du dit shof as kam tash. Po i tash që ka kënu aj edhe shëhretës jo dhamë, po doshtë edhe ashtë i dhamëve mira në tokë, a u të në që mirë. E deshta të të pyti për Rugavën, se ti në atë ka e sëllë Rugavën në Skandinavi. Po. Se ata ishin kështu në eksil, edhe mendoj se Norvegjia u ka ndihmu shumë. E di se Daja va pagun të zyrat Rugavës, Sali Berishës, krejt në Oslo, se s'kishin mundësi të kenë kështu reprezentacion. Po, para asaj ti ki prunë, Sadi. Po, tash, realisht, unë të kujtoj si shumë i vogël që e ka, edhe të kam njuft për mesdajës tanë, që është miku im, pa dushim, nga matë mirë, shqiptarët matë mirë që i kum taku njetë në emigracion, është... E kom marrë me Milajmi si me të njofshëm këtu në podcast. Jo, unë me posdojnë në poshtër, unë të thame ke posdoj, po njeri matë poshtër s'ka pos, po... Jo në zemini ka qenë nga shqiptarët më të mirë, edhe ja kum po hojrin me të thonë drejten, se... Edhe une, $100,000 mi ka dhonë për në Amerikë. Po ti me pore, ama une kum zonë një dashnore, për me në Kurriz Tina, që ka qenë nga personalitetet më të mëdhoja në Oslo, Norvegjia jo, edhe kum pas rajt që thash është lokali jami. Po Jonuzë Rika atu të dera, thash kjo bodyguardi jami. Thash kjo mërunë që shtu, thash për herë të parë po kalzoj që kum rajtat norvegjizën. Po, para se me dollë të Rugova, po ta tërgoj një histori shumë interesant me këte, se lidhet pak është fani, po është edhe histori shumë interesant. Notën që është vëro Rajiv Gandhi, kryeministri Indis, kur se arroj, edhe në bazë që sajna, vrasje, se kum gjitë në internet, kur vëro Rajiv Gandhi, e kum shkru në shqiptari në Norvegji, në Sami, se Samia u shku në NRK, në televizionin e Suedis, ma ka gjitë emisionin. Jum ko qatë notë në emision, e është shumë interesant, se për mu ka vlerë shumë e madhe, me pa, shqiptarët e mirë, e sidomos kjo gjonja gjallë e shqiptarëve, adin që është gjunat që secin 4 kam, se në pjesë e madhe shqiptarëve dalimin me slabëve adi ku e kanë. Lopa kur baglon qohet në kam këta ullën në shalë, adi se janë total lopë gjalla. E për me pa, këty në lopëve gjalla më ju kalëgju se jo ty, jo nuzit, jo shqiptarëve të mirë, që në vitin 90, ka qenë përfaqësuesi Jugoslavis me ne atë natë në debat, ka qenë një kroat, edhe ka qenë eksperti ma i madh i Norvegjis për Ballkanin në mision. Edhe ky serbi e bona me fol vetë me vete. Po ndër
tjera, tha, Kosova kur tha s'ko më bo republik. Ashtë incizume. I thash hera e por që po të tregoj që ki shumë drejt. Edhe ajunale i serbi, tha, po dhe kam drejt. Thash Kosova kur s'ko më bo republik, po Kosova ko më bo e pavarur. Halo ma shumë se republik. Ko më bo shteti pavarur. Edhe ashtu ishë. Edhe u ko interesant 90-ën, mi thot të dikuj në televizion. E nejse, ishëm live, veç kur në ndërprejnë, tha na falni, po ndërprejet emisioni, po lidhemi me studion e lajme. Hyni spikeria, tha sa u vro Rajiv Gandhi në Indi. Veç e dhanë që të lajmë, edhe kur se arroj u ko emisioni dikun mes orës 10 edhe 11. Dole unë prej emisionit, po shkoj të doja jëtë, atë në ty të shërë, qandër. Po rrim të dera, po mpret, pëshov në atje të shonki, një femen, 2 metra e bukur, edhe i thash Junuzit, ku bre Junuz, po e bukur të kanë qaja, evre tha, më s'fëllë, tha se aja thasht personalitet e kononën drejtori shtatimeve të Oslo, se ma pështjeli kjo roman ma boni. Edhe unë i thash, pësa më s'pëman gjenën në aeria, dë shkoj, thash, edhe dhe i flas. Shkova në shank, e prosita unë një vodka gjus, e mora aty, mas e ro shadet, se zdia edhe në ti, kur të pish raki, duhet mas pori me ro shadet, tani me mor me raki javute. Qashtu e këm posë gjithë mund pare, mi më kështu musliman modern. Pa panunët. Dhe ta kalzoj një që ka të bëjë me që këshunë si kur ti, po në Los Angeles, kur kam shku. Për pije. Edhe po i thamu në asojna, mim Roma. Thash, wow, tha, a jeti aj që ishë në televizion sonte? Sa interesant. E këtë Junuzin nuk e ka ditë, se këtë ka pa. Bravo. Edhe për mu ke befasi. Tha unë studioj, tha letërsi edhe shkencat politike në universitet, hera e por tha që e kuptoj konfliktin Jugoslavi. Hera e por tha që një njëri ka fol, tha dhe po e kuptoj. Oke, e thash, qka studion të tha unë letërsi? Studioj që shtu edhe fillova unë me fol për Ibsenin, për letërsi norvegjize, ai do me thonë ishmësu ajo me Jonuzin e me shqiptar tjerë, veç që i kanë full që shtu për sugjuk të tovës, për autan që shpona shtypin, shkite, macedonte, pra dem dhe moqen, edhe po i flasun e për Ibsenin, për letërsi ajo u fashinua, po unë u dredhësha, mja lyp telefonin, thash të që këfar kloshari, a dini huj direkt në telefon anë, hequne, veç falem që ashtu, unë dam, kur të nej stret për shkaj Jonuzi aty, ajo i shorë me një zarf A4, edhe mi kishpru 2 dramat të Ibsenit. Edhe një kartolin aty, tha kisha pos dëshirë me vazhdu biseden ku e kena lanë. Edhe pe hopi unë Jonuzi nuk besaj ka, edhe për mes me zgotë ranën ma shumë të shtuja 2 vjetë. Wow. Kështu të ja kumë po hojrin Jonuzin. A është kjo që fole me Jonuzin për javën që ishe këtu, kur thatë ka vdek? A e pebër të qfarë gjeluzit, ta ka vdek. Ama i menqëm se ishe gruja jote këtu, për ajtë pështoj. E tani e solëm Rugova, erdhe vizitën e parë, ka qenë me Ibrahim Rugoven edhe Shkelzen Maliqi, edhe u takum, në mesin e shokëve të mi, shumë të mirë, e aktivistëve shumë të mirë, një djallë shumë i meqëm, du të përmend, do me thonë, për posën verë Seferit, edhe Nufri Leken, u konë Nufria, kështu që unë e kam posë kryetare në lidhje shkrimtarëve të Norvegjisë, Toril Brekke, kam posë shumë mikesh, tani jena shku, Rugova u taku me komitetin e Helsingut, me lidhje në shkrimtarëve, prej Oslos kemi shku pastaj në Stockholm, edhe po e përfundoj rrëfimin, u konë shumë interesant, Lena Hjelm-Wallén ka qenë ministre punëve të jashtme të Suedisë, edhe të e përkthyu në Rugoven, bile muj me thonë konë takimi i parë, i ati nivelli Ibrahim Rugovës,
me taku një ministër të punëve të jashtme të një vendi. Në 10 mo. Ashtu. I tha Ibrahim Rugova, Lina jem valen, në qoftë se nuk e ndihmon një popullin tem, tha do të bëhet gjaku deri në gu. Tha do të bëhet bazeni gjakut sikur Stockholmi, kur u kon lufta me Danimarkën. Wow. Edhe u kon shumë interesant. Po pastaj, në shumë vite ma vonë, më duket ka qenë vitin 97, 96-97, po për këte e din ambasadori ju në Washington, i pari ambasador Avnis Pahiu, erdhi Rugova atje, ishin garat e patinazhit. Krejt hotelet e bllokume, e këshin qu Ibrahim Rugova ndikun janë 170 km larg Stockholmit. S'kishte hotel. Më thirë, i thot Rugova ambasadorit tonë, Avnis Pahiu, që ishte edhe përkthys, pa dyshim njerin nga intelektualt më të mëllaj. E njofani shumë i mirë. Bravo. Njeri jashtëzakonshëm. I thot thërrem lajmin. Edhe më thirë mu kë dikun në 3 natës, unë e thash, kusha ky budallë dhe jam mbylli telefonin. Shkova në televizion, atje, e më thirë, thot që shmëre ma mbylli telefonin, thash qështu, tha të lutem, tha kryetoria na gjen një hotel se na kanë qunë rrët Sames. Si shqiptarët mu, hajtë se vje kryetoria, kur të vjen këtu, ja gjojmë hotelin, ja rregullova hotelin, edhe çka ndodhi, Bukushi ish, do me thonë, nuk ja kish pagu hotelin, e me të krejt delegacioni pa pagu, çka bajun, tipe din, në Skandinavi është privilegji ma i madh me konftyrë publike, gazetar, artist, po na nuk jemi biznismena. Rruga ime, do me thonë, ka qenë ajo që ka qenë, me në, kanë me thirë, thash, peth ras Jonuzin. Edhe kum thirë Jonuzin, o Jonuz, tha urna, qa ki mel, tha je i mërzitën, thash, kaja nonën, thash, na uqi nona hurë bom në Suedi. Se bre, qështu, thash, ka një vlla presidenti u mirë delegacioni, e ardhë Jonuzin në atë kohë, do me thonë 90-ën, me 50.000 euro, sa sot me thonë ty 500.000 euro, edhe u ardhë ka pagu shpenzimet edhe pjesën tjetër, ja ka dhonë Rugovës, edhe muj me të thonë që në qatë vizit, telefoksat, ata foksat e mlaj që në ka. Jonor 2 shqiptar prej Malmës, 800 kilometra, ja kanë pru Rugovës dhurat, atërë në koshtrajt, ata 15.000 euro, apo kuptan, ata metën pa tekst, thash, ju kini mi adhon Rugovës, unë mu isha me morë, shuk jam të di qa bojnë shqiptarët, mu isha me morë unë e Foxin, e me rajt Rugovën, mi thonë, unë ta kumble, ja? Ashtu. Edhe atu si kumbo kur Luan, doja e të më një ma mirë, unë rand, veç para femnav kum rajt, ato e pranoj. I rajsha Skandinavët, më thëshin qatë ka punu gjyshja, thësha pianiste. Ashtu. Po gjyshja veç defit i ka ra. E nona, thësha nona u ka ambasadorit, shto diplomate, se një me def lajke me bobe një natë e silë ke një javë, shto rrete, u ka diplomate. Unë e kom pat një gjallë që ishe punon të ti Jonuzi, pastaj shkoj në Kanadë. Dhe da jam tha, mere ma hinë, gjeja një fema se karë, ku disa s'ka ka pas një fema, në marë në Norvegji, mos kapish fema, në ti? Sa shoma i hajde me mu. Kapish, thënë ju me nëzonë. Me nëzonë një fema. Po me kop femë në një bje krejt palidhje. Oke, në dy ondë mirë për bjenë. Po, oke. Edhe e mora ma hinë, thash, deri sa të mrina të kinemaja, të Hotel Continentali në Oslo, thash, unë ti dhe ta gjej një fema. Edhe i takum dy priqin të hinë kinema. Edhe thash, mos fol kur një sen, ne di na italian. Edhe? Edhe tha, po unë zdi italisht. Thash, fol shqip, veç vinja një onë fun. Exakt. Edhe filloj, ki fol, me mu ati fol. Edhe filloj qeshe, edhe i kalzoj ati në femrave si ina shqiptar. Edhe ata hiken. Su frigoshin për shqiptarëva. Po thash, po ti se ndëzosh kur njëherë, se ndëzosh femër as njëherë. E në shkova prap të daj, thash, jabe, s'ka harë për këta. E në hikje, shkojnë Kanat, 18 vjetë nuk ka në shpi. Norvegjia është vend interesant. Qështu e kum posën Fatmir Zymerin
në Oslo, zakonisht del ke me mu, i thësha, o Fatmir. A Fatmir Zymberaj? Po, Fatmir Zymberaj, i thësha, mos ju kalzo këtu prej kojë tje, edhe dyta, si është isha në laf me femna. Norvegjize, kë direkt i thëj ka Adem Democi 28 vjetë në burg, të isha o zëti. Nuk du të ndigjera. Po, këta nuk e din kusha Adem Democi, tani u knaqë këtu i kish. Për këtë punën që the, për punën e të keshnës, edhe këtë djali qërë sët me mu, të orët e te, u habit se kësë ka besum, ka një televizion të i full për këto emnat e katuneve, që janë të tovë. Të natë që janë Muqi Boba, Muqi Vërca e Karachev, që janë onë në utën, kure ka po këto sënë qenë, grupë qenë. Po, në grupë qenë është, po. Po, në unolla që të në sënë qenë. Në grupë qenë nuk lejojnë tjetë është nësësi e grupë. Jo, a? Po, ja. Ka një person, s'ka drejtë, e veç grupë. Une adin veç për një me habitna, so popull na mozli jemi. Adin? Po. Edhe më thëjke mu, më thëjke nusja ime, a pjanë gjesu me emnin vojzës gjylfikare. Of të besli fa. Se edhe ajo që shtu adin shumë është e lidhët me Turqi, i kena pas bo plan, tash me në linë djollë, mi janë lo gjylfikare. Po thësha tani në Norvegji që shmi ja përkëthy. E ngelën. Shumë popull pornografik. E ndrit, po thëmë, e më shqiptar, e ndrit, në Norvegji i vinë një mut, në fanë shpreje. Po, dhe drit. Drit është mut. Exakt. Kanë pos plat. Ose na fise, ose diçka fise i port. Exakt. Krejt toponimet që kemë, për shamull Kurvelesh, Leshi Kurves. Po, pe? Apo kuptan? Shumë fshati mirë. Po, fshati mirë, Ulqen, krejt toponimet i kena për një me shumë pornografike. Jemi popull që flija. Kur thëshë për atë, kur përësit e pije dhe, si thave, jo adet, qka ke? Jo, shahadet. Shahadet, po. Babgjyshin e kom pos hoqë, të i ke sartë pish, bero 2 kshilla ekipe i meje. 5 lopa, thësha qysh babgjysh, të i ke se lopa pen me karar, kur ngopet me ujnë, me lopa nuk është në mo kryt në kusinja, ashtu. Edhe sartë pish, të i ke viz berë shahadet, të i ke nuk ashtë ta një gjëna me pisi lopa. Hajde kalëzën të në Amerikë. Unë kur shkova në Los Angeles, në 93, në audicion për një shkollë, dhe shkova po, dështa pres sa ti mbushin 21 vjetë, se thëshë në Amerikë s'ki e drejt pish nësi nër 21. Unë bonat që të shkoj mas 11 gushtit, se 11 gushtin e kam ditë lindja, të shkoj mas të ti mbojnë 21, se du të pi, jo se pisha diçka, një birë kësho. Shkova me një klub atje, porosita një birë, tu i kërku paret në gjep, nëna ime ma kishë shti një dova, kështu një lutje arabisht në gjep. Kur e mara ata, kur e qita për jashtë, e ktheva birën prap. Në atë ka isha hala kështu, i larë nga truni pak, u friksha këm prek këtë dovanë se ndepi birë. Edhe ajo ka konë një kështu, nuk kam pi hiq në Los Angeles. 3 javë shkova dhe s'kam pi, se ma boni që e dovaja. Po ty e pas ke ndryshë, ti kur e prekën dovanë pike ma shumë. Po, me qenë se ti ke taku Rogoven në Oslo, pastaj e ke po një njeri shumë të butë, shumë të civilizum, hop, je taku në Bujar Bokushën që u konë krejt kontrast me Rogoven. Gjallë Bujari nuk e di. Jo, ka vdek, a? Zotin në gjenet. Po, kë... Në gjenet. Në gjenet, po, u konë shumë i eger kë, do më thonë, ishë idiotaj. Po, ka qenë harbot. Të tërgo ma histori në aeroport, kur e ke prit. Kur ishe Rogova aty, se Fatmir Zymbera ishe i LDK-s, kryetar i LDK-s. Dhe tashe ka Juskin Prishtina Mollin, a bo milioner. Në shta në lunon në ep në sponsor, se më si pja përmenom. Ja. Kjo shosh i financuar, sponsorizuar nga Fatmir Zymberi, Juski, Prishtina Moll, sa ti lipna, nuk e di sa.
Faloj, neve snajp, a di që në ta shuk tun. Ja, Dhe tajtë se milajmin e lonën i kam shuk, t'ju dho aty në tjerve më së në shok. Vazhdo. Ky Bukoshi erë në Norvegji, unë e vëziqa Rugovën në të ka. Edhe Rugova, theke, duhet Luanit vje se më qënë të qeshi, ka zësha Vica. Edhe një ditë në thanë shkojnë jam një Bukoshin vinë nga London, në aeroportin e Oslos, edhe me një bodyguardin e këtine. Ky bodyguardin më tha, Bukoshin nuk kanë si Rugova, o pak ma i thartë, kështu aty nuk bën shaka ky, okej. Kur doli prej aeroporti, nuk na përshëndeti, vetë ja bane aty, e di se i e ti kushije, por mu nuk e di ku kushom, unë tha, ku e keni veturën, unë thash hajta ngas pak, ishte një Datsun jeshile e përlime. Tangas moj pak. Sa anglisht i bjet luj koqe pak. Po ashtu, luj koqe thash pak me shkot Bukoshin. I thëmë, po, këtu e kena veturën, që shkjo jeshile këtu, na falë se s'kena pat mundësi të alarm. A i më shikoj mu e më tha, me këtë keni dalë, të më prit një mu, thash, na falë, s'kena pat këtë të alarm. Edhe shikoj isha si të reagoja, u bo shumë nervos. Edhe po hecim, edhe tash fillon të hecet hi e në Datsun. Po i thash, jo, më falë, që s'kjo Mercedes i kuqër, jo ti. Ma boni mu shumë, ti. Më duke se më tha, ti qenë ke Shankamana, kujdi në hinin veturën, se kom pa Bukoshin për e tjerë. Ma mirë. Nuk e kom ditë se pas ka vdek. Po, ja, ka vdek. Ka vdek. Be... Shumica që i ke taku kanë vdek. Po. Se natyra që ashtu. Ashtu. Be, Milajm, ti si... Kur ki ardhë në Kosovë, pse e lave Suedin, po thëmë, ose Skandinavin, pse e erdhe në Kosovë? Tu konë sa ma mire gjë. Po, shiko, është histori interesante, do thotë unë edhe një kolegu im që kena ndodhë një zyre në radion publike të Suedis, Shoqëria e Sejdiaj, na kishim emision atje edhe realisht na kishin spionu shqiptarët atje që na i na bo zadhonca të qykës. Edhe se po, shërbimi sekret suedez të na përcil neve, ma dje në këshin qitë në Göteborg, në qyteti dytë ma i madhi Suedis, në këshin qitë në gjëgjë. Si gjëja na po grumbullojmë armë, kriti kena dokumentat për atë punë. Filloj lufta në Kosovë, ndodhe ajo që ndodhe në Prekaz, une i tha e thirra Bujar Bukoshin. Edhe i thash, apo më dehmon me bo filmin e Adem Jasharit, do në si u vrona ta në Prekaz, tha, jo, tha, nuk as më intereson aja farpune, jo veçaj, po dhe do shukt me në Zvicër e thira, realisht më ndihmaj, do më thonë ndihmun Kroat. Kroat Luan ndihmun me bon filmin e Adem Jasharit. Edhe si akum hjek emrin, e ki Nikola Majstrovic, njerin nga kamermant matë njërë të Suedis, që u konë krejt botën, ka bo filma, më ka një mu mas shumë të jaj. Shkoj shumë natën, e merë shumë të di qëfar kosta është me bo montaj në televizionet huja, për shemull, një kameraman New York mund dita me të kushtu 20.000 euro, anina kënina, e kam pos mik edhe Miro Barishicin që ka vro ambasadorin e Jugoslavis në Stockholm, e kam taku disa herë, fillun masakrat ato, bo jeta ime padurushme. Edhe një dit, i tregoj shyqës. I thash unë do ikin luft. Thash shyqa, qa do të bojmë? Thash ti veç kime mbulu mu. Thash unë do lajmëruna që jam smut. Shkova në televizionin qunë edhe në Rambuje. Kesh konferencë të Rambujes. Atje e bona thoqin intervist për Radio Televizion Suedis. U futa mrena në kështjel me ashim thoqin me dokumenta falcë. U paracita si këshiltore ashim thoqit. Shyqe si thash kusht vetë të thoj smut. Futna unë në front, edhe unë në gazet New York Times, dal fotografia e më sa dera, gazetori suedez u plagos në luft. Me 21 maj, vitin 1999.
shefja ime që më ka dosht sa zotin, shokohet. Edhe e merë gazetën e shkon të shyqa. Thot, qysh thot, ti më ke thonë mla ime ashtë smut, në pushim mjekësore mla ime me dis lufte. Allah i thot edhe mu më pas ka rajt. Thot edhe mu më pas ka rajt, une nuk di kur gja. Do thot, u ktheva sepse ishte një moment historik që nuk ja kësha fol kur vetës mes me u pas këthy. Me 21 maj jëm plagos, pastaj më kanë qunë Kuks në një spital të improvizum Amerikan, edhe më kanë operu pa narkoz. Wow. Aty pastaj mjeku i cili më ka operu mu, ka qenë i Australis, po nonën e ka Slovene. Edhe ka bom një liber, ka një kapitull rreth meje, që shkruan durët e përgjakura. Po, për me u kthy krejt çka ka ndodhur mas lufte, me qenë se kem edhe pak fani emisionin, mbas lufte, këto e kum thonë edhe gjatë luftes, po mas lufte kum thonë, o kuku për mu, po për shumë e mutin kum luftu. Jam krenar çdo gjë që kum dhonë jetë për femna shqiptare, për fëmijë shqiptare dhe për pleq e për tokë shqiptare. Ashtu. Por popull ma jo falenderus. Po të shikosh që ka nashojnë bit e udbashav, bit e shpijunav, si në Macedoni, si në Preshev Medveç Bujanovc, si në Kosovë, ma dje dhe gazetar, ashtë për shembull një gazetar në Londër, një Farvudi, ka ikë për pedofilizëm. Imagjino, kanë ngacmu fëmijët seksualisht në Kosovë, ka ikë atje, mas pori ka provu me mor razil në Zvicër, ka thonë po mje ku që këja, prej Zvicër u shku në Londër, me pa që ka shkruna i për neve, në dit e kam bon në një operacion bashkë që të ku jom plagos, po më vjeros të i raport ty me të kalzu, bashkë që to më ka operu doktorin Gallnjem Domi. Më zbulu një tumor. Po për fat biopsia më ka dollë në regull. Ju më bo operacion për shkak të plagosjes, për shkak bombat që më ka ro 2500 kg bikreve temin, e kam krejtin që zoom momentin kër jam plagos, është komandanti Hysen Berisha, kanë të kish këtu të Macedonisë, ka plot ushtarë për nashojnë të Kosovës, jonë vra plot, i ku mincizu krejt, edhe për shkak të pëlqitjes të madhe të bombës. Pastaj më ka pëlqit bomba e veshit këtu, dhe në 2012 kum hy në operacion në Karolinska Sykehus në Stockholm, kam hy në ora 8 në operacion, jëm dollë në ora 5 në basdite. E tash, këtë operacionin e dytë, a di që ka shkru në që kë vudi, në rrjetët sociale. Thot, e rafe njerëzit e hashim thoqet, edhe abuzun seksualisht. Do me thonë, edhe më kanë re, edhe kanë abuzu seksualisht, e kure shojnë fëmijët tonë, imagino, as lypaj mja qi edhe babën se nonën pak e ka. Po këton, ta lypin mja qi me nonë e me babë, këta janë zorra e trashë Serbis, që sa herë dhihen shkit atje në Beograd, këta kullojnë mut në trojet shqiptare. E ku shiko thojet për këtë? Mas shumë të Ali Ahmeti, Hashim Thaçi, Ramush Haradini, Kadri Veseli, Fatmir Limaj, që i kanë të bu krejt ynyrën ma të poshtër rreth vetës, si në Macedoni, si në Kosovë, ose i kanë të bu thmit shpijunav, ose i kanë të bu ignoranta, njerëzit ma të padishëm, e që ta sot për në qi nonën për bojnë hajgare me neve. Si në Macedoni, si në diaspor, si në Kosovë. Une, Luan, këm pas thonë Kosovë në vitin 2000-2001. E përmen profesori njërë, është analist tyrë publike, Rahman Pacharizi, se po foli podcastin tanë me fakte, me referenca gjalla,
që shfolëm në Skandinavi. Ashtu. Te din Skandinavi si fol pa referencë publiku nuk të beson. Raman Pacharizi e përmen, kum thonë para 300 kolegëve në Grand Hotel. Ko me ardhë një ditë, a i cili nuk ka qenë shpion i Serbis, ose i Macedonis, ose thmi i shpionit, ko me ardhë marrë me pi kafe në Prishtinë. E kush ne prunën që ditë, dzez, krit krahu i luftes. Pse? Këta luftun bashkë me neve, po e dhin uniformen e luftës mas lufte. Ashtu. Si ndihesh, po tham të jesh gazetari ma i dashtën edhe njëtën kohë gazetari ma i urejtër. Se kam lexuar da komente dhe unë të njoh veç për të mirë. Po s'jam i mirë, gabim më mirë. Jam edhe shumë i keq. Shiko, në këtë përgjigje e ka dhonë kolegu im, ka shkru një pjesë një libre dikun, shoqërisë i dijaj, që më një mas mire, mas grus time, kuptohet, thot Milaimi, ata që e lavdrojnë Milaimin gabojnë shumë ranë. Po. Sa shumë ma i mirë se so ata që e njojnë. Po dhe këta që e shojnë, thot, gabojnë halo ma ranë, sa shumë ma i poshtër se so ata që e shojnë. Kuptoj. Unë e kam thonë vazhdimisht që historia e jetës të një njeriu, i cili është në lëvizjen kombëtare shqiptare, prej vitit 1979 e deri sot. Domethënë, aktivitetin tim politik, patriotik e kam fillu paralel me Ali Ahmetin. Nuk shkruhet historia jonë prej rrjeteve sociale, po shkruhet prej arkivave të punës tonë, të veprës tonë, sidomos arkivave të shërbimeve sekrete të Jugosllavisë. Skënder Hasani, një studius historian i njohur, shumë i njohur në Macedoni, i cili është drejtori i Institutit Kulturës në Shkup, ka bërë botimin e 2 librave, edhe aty ai ka shkru edhe i ka zbulu e i ka marrë në arkivat e Kroacisë të gjitha dosjet e ne të burgosurve politik, të përndjekurve politik, edhe aty është fashionu profesor doktor Skënder Hasani, i cili mu ma ka thonë privatisht, ka mendu që për diaspor njerëz kryesor kanë qenë Ali Ahmeti, Xhavet Haliti, kyaj. Por në të gjitha dokumentat e udhëves dalun që më kom personi kryesor. A din pse? Ja. Se më koj vetëm njeri i lidhur me institucionet ndërkombëtare. Kam keni vetëm njeri i lidhur me Komitet Helsingut në Vjen, e në Stockholm, e në Oslo, me Amnestin Internacionale, me Melanie Anderson, që si harroj kur emrat, në Londër. Kam qenë njeri i cili kam punu në të njëjtin Komitet Helsingut me shkrimtaren botnore që ka shkru Pipin, me Astrid Lindgren, me Bibi Anderson, aktore e Hollywoodit, me Liv Ullmann. Liv Ullmannin unë e kam sjellë në Kosovë. Wow. Me vajzën e vetë para luftes. E tash, mbi bazën e kësaj, UDBA i ka përndjek normalisht njerëzit që në radarin e vetë, në skanerin e vetë, Shërbimi Sekret Jugoslav i ka konsideru si njerëz të mençur. Pse e vrajtën Jusuf Gërvallën, Kadrizekën e Bardosh Gërvallën në Stuttgart me 17 janar 1982, se i konsiderun intelektual njerëz të mençur. Prandaj, unë jetoj me i shiku në sy 3 kategorit njerëzve. 1, fëmijët e mi, 2, bashkëpunëtorët, shokët e miqtë e mi, ty, Jonus Zeminin, Fatmir Zymerin, Enver Seferin, dhe 3, me shiku në dritën e ballit
udbasht, punëtorët e shërbimeve sekrete që na kanë njek, na kanë përsekutu, na kanë vra. Luan, mos i hynë në kësoj teme, do të thamë në diçka të shkurt. Kur kanë arrestu mu në vitin 1981, që më ko udhëhec i demonstrata në Drenicë, dhe unë kam mojt fjalim para demonstruzë në Drenicë, kam ken akoma pa i bot 18 vjetë. A di, apo ma shëni shaj këtu që e kam, shive. Po. Këtu mjeku suedez më ka thonë, kafka ma e fort prej gjitha shtanzve, është koka e qenit edhe njeriut. Këte ma kanë bon te tavulinës, më kanë kop 2 polic, edhe me balë më kanë ronë te tavulinës, më kanë bulu gjaku, njëni thoshte fshinja gjakun se kjo janë patriot, tjetëri talej me mu, na kanë raf, më kanë torturu 2 muj dit prej orës 8 në mbrëmje deri në ora 3 natës. Më kanë sos me gacë cigares në dritë synit. Më kanë marrë, më kanë qitë të proni keqë, të runiku në Drenicë me më pushkatu. Ma kanë qitë thesin, po tortura ma e ramë në jetën time, a ditë cila ka qenë. Kur ma kanë pru babën, me rej para meje. E njerëzit të më thonë që gjithë ditën shkojnë në për pufa, në për bordele në Evropë, të kurvat. Njerëzit pjanec që gjithë ditën në shojnë rrjete sociale, nuk e din çfarë vujtje ka pas ky popull e këta njerëz për me ardhë në sot në shpinë tone e me full shlirë. Këta nuk e din, këta qena, këta zorra trasha, që shqiptarët e Macedonisë nuk kanë pos drejt fëmijët e vetë me i pagzu me emna shqiptarë. Këta nuk e din sa njeri u rrej e u gjakos që tu për flamurin kuqese. Për gjuhën Shqipe, Nuk e din se thash këta janë zorra e trash e Serbisë edhe Macedonisë. Këta Luan, me rrej nonat e veta kam gji culak, mi thonë nonës deshës dhe me të rej kam gji, e kime më kalëzu kushan baba jam, por nuk ju dul baba Macedon, a shka unë nonën e zhduk në kur më se gjithësha. Se për me shati Adem Demoqen, i cili 28 vjet jetës vetë në Burg, 14 vite i ka kalut njëtën qeli, të njëtën dhomë, të njëtën dritare, të njëtën derë. Me sho Adem Demoqen duhet me kon fort kopil serb. Me sho Milaim Zejken, fort kopil serb duhet me kon. I cili prej 16 vjetë, djallë hastreti, pa vlla, pa migjë, prej 16 vjetë jëmë hinë levizje kombëtare, 17 gjysë jëmë ronë në Burg, jëmë ik jashtë, jëmë këthy në luft, me 120 antarë të familjes dëvram, nonën e zhdukne, që në fshatin tem, katunarët e me, familjarët e me, i kanë prej me kozë dohanit. Letë hynë, këta faqezi, kjo zorra trash e Serbisë e Macedonisë, këta kopilat serbe Macedon, letë lexojnë masakren e Abris, familja Deliaj. E kanë marrë, ja kanë prej me kozë dohanit gjokë si nanës, e ja kanë mush cuclën e thmis gjak, thmija 7 javësh, e ja kanë lënë të buzët. I kanë marrë katunarët e mi, i kanë pushkatu të xhamia Abris. E sot dolën ta të qim nonës me hëngër mot në përrjete sociale, po këta u dasht marrë mjë ardhë, kush ja ka prun këtë liri, po sa në kanë rej ne policë të Macedon, ta vajshin, ajde bre, viste shqipteri bre, ma kanë bon në 99-ën, të na fy neve, Macedonët,
po ma bojmë, që shto, thash koste vibre, thash viste piska me shavinska nacija. Thash ju një popull me shavin, ju as keni këmbë, as keni gjumë, të ma ka fut shpullë në kofe, të hinë në Kosovë. Apo kupton? Une i kumë thonë krejt politikanëve Macedonë. Sa herë më karo puna më taku me ta. Javë kena dhonë juve drejtën e gjuhës Shqipe. Kujna e ke dhonë drejtën e gjuhës Shqipe? Gjuha Shqipe është gjuhë 2000 vjeqare. Gjuhë Macedone nuk ka. Flamur Macedon nuk ka. Këmbë Macedon nuk ka. Më falë. Ja. Unë krenuna për gjithë shka që jem. Këta jënë munua dhe Nën Terezën me përvetësu. Këta jënë munua dhe Nën Terezën me morë për vete. Pse? Jënë që kopilat serbe Macedon, që folin Shqip, kanë thonë, ku shamëre Nën Tereza e farkurve. Apo kupton? Për çka? Për shkak të fejsë. Ku të lejon ty Kurani e Biblia me fy tjetrin? Ku të lejon ty Kurani e Biblia me amor jetën tjetrit? Në Kuran shkruan tekstualisht, hatri i një njeriu të mirë, Zoti e shpeton një krahin të tërë. Në Kuranën Bibel shkruan, vetëm Zotit i takon hakmarrja. Do me thonë, në bazë të librave të shajt, hakmarrja është ndalueshme, e quhet ai i qiminon sa tjetët, ka me ta qinonën, ka me ta vro fëmin, ka me ta shkërdhy grun. Kurani të mëson kështu? Biblia të mëson kështu? Pse hoxhallarët faqezi, dilingji, analfabeta, pa shkollë, pse nuk i kallëzojnë popullit shqiptar që 60% e Kuranit është kopja e Biblës? Pse këta hoxhallarë faqezi, dilingji që janë kundër Zotit, nuk i tregojnë popullit shkret që Kamermon ato nuk e din, garantoj me jetë, nuk e din asnjoni. Të Gostivarion. Jo, po që do me javë kallëzu një histori. Letë gosë, këta nuk e din në Kuran kusha Hazreti Isa. Hazreti Isaj në Kurana e di kusha? Jezu Krishti. Po se din more s'kam qa me vetë. E ka ditë që tash se e kam mësu të Buri matër steme ka hi se emnin, Norvegji i thësh na Jesus. Eksakt. Do me thonë, kush është fetar për një me, kush beson për një me, nuk urrejnë, nuk jam me, Kurani po thoj ka me vroti grun pa bigori hak, Kurani po thoj ka me nënçmuti fëmijën tanë, kështu që tu janë gjona për cilat unë konsideroj prej që më bo me ditë që më komisionar. Kur njëtën tone, nuk të kisha bo mik privat, mës me por respektin që e ke ndaj grus tone edhe ndaj 2 fëmijëve tu. Kur njëtë. Vi e pi një kafe, nuk riju në njëtë tem privatisht me shok, në qofë se nuk kanë respekt për grut vetë edhe për fëmijët vetë. Po qësh do me mdashti mu kurse do grun tone edhe fëmijën tanë. Kështu që ishe këtu me ato idete Taliban, na kanë bastardu më në vlla dhe fejna, babgjysh jam më hoxh, ti e knoq para lufte, ka pos lezet feja, ka pos lezet më ullë me full për Kuran, më ullë me full për Bibel, me ta bon sët një njeri, ti e katolika, a kë katolik, ki sët hoxhallar që thujnë, ma tafër me kemi shkov në Macedonin, se shqiptarin katolik. Gjëna. është gjëna mëre, se sa është gjëna vlla. Shqiptarët 3 fej kena pas, 3 fej. Kur shqiptarët 2000 vjet luft fetare në mes vetes kanë ba. Pse? Na kur i na taku Norvegji, veç ke thonë, a je shqiptar bre vlla? Po, hajde urna ullo. Nëse kena vetë njerin, kur a je, qfar fej e ki? Qa kanë ba dikun në mes luftës të parë dhe 2 botërore, për me spjegu një muhabet që ka bo shërbimi sekret serb. Kanë morë 2 katune në Gjakov. Katunin nota Bajramit. Katuni njëni naton katolik, shqiptar katolik, këtë tjetëri musliman. Kanë morë shkit,
i kanë prej 10 dera, ja kanë prej kokën, i kanë gjunë xhami. Për me thonë, si qëre që ka pju bojnë një vloznit e ju i katolik, për mu bojnë luft mes 2 fshatrave. E u që i pari katunit, ka thonë, na, kur nuk e besojmë që ata neve na bojnë një gjontil, se na e na vlozën, kena një gjak, nuk na bojnë ata, dhe tani u zbulu që e kanë bojnë. Merre me anë gjatë luftes, tash u zbulu, në kofën Ponda, në pej, Serbt, ushtria serbe, shërbimi sekret i Miloševićit, i ka myt 6 tri për më hapur rrejtja, për me thonë qëre që po bojnë shqiptarët, që shpimysin civilt në për Kosovë. Kur u zbulu, tash e ka zbulu Drashkoviqi, që këtë vepër e ka bon shërbimi sekret i Serbisë. Bimilajm, shumë ki hek edhe ti. Shtu se u zjatëm në shta. Ja. Edhe ma e keqja, ma në thonë, 3 herë je bë Synet. Qëre, Synet jam bon... Na kalzoj nusja jote kur ishi këtu, se me kanë se përmeni tha, shumë ka hek Milajimi 3 herë. Pa di pse kalzoj, se i thoj shai dës kam qenë me bo festën e Synetis me më organizu jenungzin të to. Po, se shumë pare merë këtu. Une e kum ditë, ti se denë, se ti si bon në Tetov. Unë jam bo Synet këto. Vërtet? Ata kanë prej me Bresk. Nuk e maj men, po veç se jena bo Synet me 2 vlezrit e mi, e maj men... Rejshti. Vlaj madh, e kam begjeti maj madh së unë një 2 vjet, a mi vit ke paret mu, që mi kishin dhënë kësure. Më gjarrojt ka edhe unë ja vit Sharahimit, ki i voglin met pa pare, se unë e qati, ma në fund, begjeti i mori krejt paret edhe e bleti një biciklet. A ne asë gjanë, saj në vit ke paret. Apo e majmen. Po, a i një bunë spitale ka po gjarrohi? Këtu. Të shpia dhe si sot të majmen u bo për Rahmet ky burit të zësteme kishe emni Setki, edhe Rahimi, vlaj vogël, e shajke Setki, no, la Setki beta hang nuk du të shaj këto, no, la Setki ajtë ga, mom shaj, dëshnosh, vëç qajke, i dhimke, la Setki, qajt me madhe. Aja, imagino të ju konë dhe më thonë mënyra veç zotit që shna ka rujtë, mënyrë ma primitive, me të njëtin breska. Po. Imagino, për nejse në gjollë hastret, e mu pak ma me ceremonik, shto e më thirën e mashtrujnë, ka e nonën këmbërtit, se më kom më duke në klost pesti më ka. Po, ku gjaj madha. Po, ne i lirin e këna ba a dit kur ka linda, po, asët nesrit. Nesrit. Edhe, hajt, unë të shku në isha në Washington të shku. Për mes Münhenit, unë ola në natë Münhen, e kam atje i farë të zoku në Bajramuka, edhe në Bajram Shaboni, është mjek, të zoku jam i rrët me ndërtime. Bajram Shaboni është mjek edhe i merë Hajdori, për të kalëzit ty me emnë. Edhe i merë Hajdori mjek, alamet mjeku i njura nena, e shku ma tu po ham dark, thash vallai, ma merr menja që më kanë bo Synet keq, si fmi. Ai i miri ginekolog, hajde të kontrolloj, ja, Milajem, hajde nesër, së shkisha mas ditën për Washington. Shkova në ordinancë, më kontrollun, tha, vallai, keq të kanë bo, që shtu full, i miri. Miri fantastika. Edhe tha, katë këthej prej Washingtonit, tha, hajde në ordinancë po të baj. U këthejva së të isha Luan më bonë Kosova, dhe hopet lojme, vërre, portalet, me qka po merën me Synetit, shto. Nëse kur erdha, shkova u bona aty, erdha në Kosovë, prap keq. Edhe unë e kam në shok të shpirtit, e kam doktor Lutfi Dervishi. Mjek më të mirë për veshka, edhe për qëto farsanës që po full ti, nuk ka në dënjot. Për prostate për këtu, shkova të prufa, i thash o pruf bre, o Allah i tha melune, 2 tjarona i kam, po më kanë përzin profesion, prap keq të kanë bo. Kështu që unë 3 herë, Synete, kur shkësha tash të shuk të mi, që këshin fest për Synetit djemve,
ata dilshin s'kur me dolti të mikrofoni, ishin, ja urojmë synetin edhe me lajmë zekës, po njerëzit nuk e dishin që unë jom bo synet, me neshin që po ma urojnë festën e djallit shumë. Se nusja jo të theke... Zute e marruf nusën të që ka kalzu. E ta theke se në mëngjes të plashin paint. Po, edhe dhimë të madhe. Po më plashin paint, kure nisha të fola ton palidhje. Jam në plos zemra, ja pejt. Milejmë, fanderit shumë nga zemra. Amo edhe një histori, Të lutem. Otri i bobës Trejhonit ka me tregu. Hajde, përhar. Se... O, babgjish, dil për jashtë. Jo, aj e ko marak, se më ka një të e kalzu një histori, e kam me një serbe. Po se... Erdhe Ramizalia me në nshkru kortën e Helsingut. Në Helsingi edhe më thanë, Radio Televizioni Suedis, hajtë shko ba në intervist. Shkova në, po të orë në nije, atje të edhe që janë në nijet Norvegjien Suedi, diskotek, 15 kata, nina, edhe po shkojnë me një shok. Për shumë një 2 femna që tjenë qash, njona thash ja greke, ja italiane, ja shqiptare, shumë e bukur, apo kuptan, njona bjonde si skandinavet, shkojshin moshkujt me lut me këcy, i refuzajshin. Shkojshin, i refuzajshin. Unë për këti shukët e më thash valoj, pa shku me lut se një, tha lebre, javre, po, e të shkojnë, ja rruki dorën, a filloj unë merë me men katonori Drenicës me full frengjesht. Nga që kum jetu shumë shtetet botës, Luan, një disa gjuhë botës. Edhe së di, e kom pos dhunti, njojë në gjuhëve të huja e kam dorat prej babgjyshit tem. Se në moshën 4 vjeqare, ma kam su arabishten. Moshën 4 vjeq, 5, kum dit me ledzu Kuramin. Edhe kum dit arabisht. E kjo ma ka zhvillu trunin për gjuhë të huja. Shkova në ato, bonsoir mademoiselle, est-ce que vous voulez danser avec moi, s'il vous plaît? Aja unë nalë, po më thët, excuse me, tha, I don't speak French, only Swedish. Po, e ti edhe suedisht. Edhe po i thamë une, a dënë me valzu? Tha me knatësi, por nuk di me valzu. Unë sekunda e kum rajta, thash jam mësu si valzimit. Of. Që unë veç vollën e rrugove, sa u të dhe Drenicës. E marrën e përdore ato, të shkua tjeta i rrethi ku valzëshëm, thash Shakespeare, për mi kalzu në që jam djoli meqëm, thash Shakespeare e ka një dram, e thot, kër e dënon grune vetë me vdekje, me varjen litar. I thot, pse më ke tralltu me rojen tem, kër e ke ditë që tralltia dënohet me vdekje, me varjen litar. Kjo i thot, më falë, thot, por nuk të kam tralltu. Po, qështë thot së më ke tralltu? Thot, unë a djallin e du, për dashurit vërtet, thot lejohet edhe tralltia. Unë e kum tralltu vetën që jo martu me ty pa vullnetin tem. Ndërsa djallin e du, thot edhe me më vjerë nuk o lidhje. E mbreti a fol jetën. Imagjino, shumë histori interesant. E tash kjo femna tha, po pse ma tregove, tha mu këtë histori. Thash se për bukurin tone, thash lejohet edhe rana. Thash se që janonën si ti livriti kom të di që unë si jam su si valzimit. Thash e une, thash qa që bukur të rajta se për zote si jam su si valzimit. Tha, pejkojt jeti, tha unë jam serbe Beogradit. Po, edhe po ma ban mu, tha more, a je gazetar? Tha unë ty, tha të shën televizion të Suedis. Wow, thash qëfar thoti? Tha, pse? Thash qëre, nona jam, thash u kon super e bukur. Për një men nga femnat më bukra në Drenicë. Kam pa foto, vërtet. Syte kalter. Bile... Baba jot ka ra kështu, i ka ra pika, kure ka vdesh. Bravo, jo, veç pulla që ka shpërthëku Shkoj baba, tojat e këtyne këmishat pelhurës, i thëjsha unë e babës po shkry tem, kure ke po dërket bukurit zote, që shke ragu.
baba, që budalla që pyt, nona the kem duhet mi kallëzu, se nona u kom besimtare modhe, se ke djali Astritin, ka përben kry, dvet, duhet mi kallëzu. Pa që me të kallëzu me nonën, tha, dhe mi shpërthekoj pula, tha, urgzu i rat fekt. Shumë e bukur. Edhe i thësha unë e kësoj, që nona jam tepër e bukur, franceze. E u martu me suedez. Ashtu. Babën suedez, nonën franceze. Tha ti gazetar, thash po, edhe a diqa? Thash po dënë televizioni suedis me mëqu një farvenin një jug të Serbis që po i thujnë tha Kosova. Kishë unë e qaq ljupë që se disha se jam në Kosovës. Thash po shtë modhin zët, am të regon se kum një për shqiptarë që popull ma primitiv, e ma bandita, e ma kriminal, nuk ka, ashtë e vërtet. E vërtet. Tha e vërtet, mos shko se në aeroport vrasin. Po, shoj ajo, edhe valzoj, shumë bajsha tani a ktheva unë e humorin, dikur mas njatë natës, tha qërë, tha këm posë shumë moshkoj. Tha veç hera e parë, si mba zemra bram për një moshkull, tha muj me të puth në herë. Thash nësë një mënyrë, tha pse, thash ti nështë ta nuk beson, po në kur femën sullak s'kum posë jam i marrë shumë dhe s'kum puth femën publik. Thash a dy shkujna në dhumë, e orë në dhumë, kur orë në dhumë. Për mes me zgotë më abetin, kur t'ja kum nisun e me i folë sërbesht. Maj si e puthe? Ma si më puthe. Tha, pja bajune, thash, sestro, motër, kur mu ka thy, tha, a ti tha, e kupton gjuhën tonë, thash, bo që shje shqiptar jam. Oh my God! Thash, nona Airi e boba i braja. Oh my God! Edhe? Pasha tu ke qilë, veç i ka murë teshat në breku dollë për jashtë. E tani e këm kallëzu në qëtë histori para suedezve. Kur filloj lufta, po e ndreqa unë në fund, thash kur i kallëzova unë që Nën Tereza në shqiptare, Bekim Fehmiva në shqiptare, vlezrit Belushi shqiptar, Karl Gega, zbulusi tuneleve të para në botë, është shqiptar, thash ja nisi me kajtë, më tha, më ke bo me urrejt nonën e babën që më kanë eduku me urrejtje kundër shqiptarve. Tani më thirrin telefon, tha, nonën, pse po rënë, thasha me kallëzu që më ke bo. Bravo. Kështu u kon historia. Bravo. Du ta jap një libër, kjo është Odri në histori, fshati janë, Islami është profesor, që ka shkujt këtë, kjo është themeluesi i PDSH-s, për ndryshe, edhe PPD-s, po, ka shumë këngë të vjetra që kanë knu në për darsma, lexoje se të përqeje. Ka histori shumë të interesant. Une në mbyllje kësha pos dëshirë veç me dhonja 2 mesazhe, se duke ma dhuru librin, mron në men një mesazh ose amanet, cilin du me përcjell të fëmitun, të brezat e ri që shikojnë këtë emision. Pa tjetër. Baba im më kalon një amanet me cilin kum jetu ta njetën. Më ka thonë kur njetën tone fëmijut edhe femrës mos i bërë shuplak. Se madhështia e një burrit është kur nuk i bjen. Ligësia një burrit është me kallëzu trimni me një femën edhe me fëmi. Ndërsa gjyshi jam, i cili ka qenë luftar shumë i madh, dhe hoxh shumë i njohur, e ligjerus në shkollë në medrese të Gjakovës, ma kalon pashtu një amanet shumë të madh. Amaneti ose këshilla me cilin jom eduku e jom rrit për te shkollimit, sepse shkolla është zanat, edukatën, civilizimin, njerëzilekun ta japin baba dhe nona. Rreti familjar. E kam pas pyet babgjyshin tem, 6 vjeç ndoshta kam ken, për shku në xhami. I kam thonë gjysh, a më tregon ku jeton baba Zoti. Edhe më ka thonë që baba Zoti nuk e nxon as malet, as detrat, as oqeanet, por jeton në zemrën e njeriu të mirë. Në qoftë se ti lëndon zemrën
e një njeriu të mirë, ke bot gjënohin më të madh të jetës tone. Ashtë më të gjënam, ka thonë gjyshi, me e lëndu zemrën e një njeriu të mirë, se so me i sham të gjitha xhamiat edhe gjitha kishat e botës. Kështu që unë mendoj dhe besoj që në rast se unë takohem me ty dhe të lëndoj të dha energji negative, pse kam bo gjënohe, pse kam bo mëkat të madh para Zotit, se ti me atë energji negative shkon të gruaja jote, shkon të fëmijët tu, shkon të njerëzit e tu, edhe me atë nervoz ti ban edhe 100 gjënohe tjera. Qose une dha energji pozitive, të mirë, ti me qatë energji shkon të gruaja, të fëmijët, të shoqënia. Unë besoj, fuqishëm luan, që pikrisht për që te, Zoti ma ka rujt e ma ka shpëtu jetën disa herë gjatë jetës time, ose momentin e luftës, kur në vendin ku ne kam qenë para 10 sekundav, ka ro bomba 2500 kg. Imagjino, vetëm fuqia Zotit që më ka largu prej ati vendit, dhe aty kanë vdek dikun 26 ushtar, pa kry, pa kam, kërkush nuk e beson që shku mujt me shpetu. Gjithmonë kam besu në Zot. Edhe në Amerikë, kur jam ardhë, edhe në Kanada, edhe në krejt Evropën, kudo që kam shku, edhe kur kam nejt, për shembull me ty, me gjithë mërgjimtarët, një sen ma kanë thonë. Ej, Zotit ta shpërbleft, se na ke bon me arru krejt mërzit e dënjas. Ashtë magji shumë e madhe, ashtë vepër shumë e madhe para Zotit, me botin një njeri të lumtur, një njeri që ndoshta ka i mërzit shem, e ka pos 1 milion probleme, e në tavullin, do me thonë, me e bon njeri me i harru gjitha ato vujtje. Kështu që këte deshta me thonë ndër tjera. Shumë falënderit, Milaim. Deshta të thëmë për ti je një feminist. Po, natyral. Po, se njerëzit mund të thonë po thëmë lop Danimarke. Po. A mund të nuk i kanë keq kuptu. Unë sa të njoftit shumë më ndryshe se ashtu. Si e spjegonat? Dëgjo, e para unë jam rrit me 5 motra, e dyta i kam 4 vajza. E përmenin një aksident që ka ndodhë në aeroport Prishtinës, shumë vite ma parë, më duket ka qenë dikur 2008 nështë, me një kolegën time që i kom thonë Lopa Danimarkës. Kum hi në Google i kom shiku lopë të Danimarkës, foto, thashtë, si duken këtë lopë të Danimarkës, kishë loj. Loj, mirë po, dëgjo, të na merret aja si fyrje. Në Evropë nuk ka shtyri, mi thonë njëre, po për shambull mu më thot dikush kalli, unë e ndi fort krenari, se kalli nuk të shkel, këcen bi ty, ashtë i meqëm, nuk ka shtyri, mi thonë dikuj qenë. Këtë gja fyrje ashtë, me i thonë dikuj, shqiptar i këti grupit që thash janë zorë e troshë Sërbis. Bili ka i herë më thujnë, oj thamë unë jam kolli, qenë, lopë, që ka dush, vitë si tis kam qef me ka, kur i lexon ti do komentet të mërshme. Une në familje kam thonë dhe prapë thamë që martesa është akcidenti ma i madhë që i ndodhë femnës dhe mashkullit. Në rrugë, kur ti ban akcident, 2 partë lëndohen. Gjithmonë një napalje ka fajnë më të madhë, tjetra e ka më të vogël. Unë kam qenë i martum, rrugët tona kanë qenë të ndame, mbas luftës jam divorcu, dhe unë nuk kam pranu ish grus tem, m'ja marrë fëmit, vajzat. Edhe sot vajzat e mia në Suedi e madhe është inxhiniere ndërtimtarisë, e dyta është onkologe, punon mjeke është në Angli. Nuk ka njeri në botë që t'jep dashnin e nanës. Nuk ka babë në botë që t'jep dashnin e nanës. Dhe kur në jetën time, vajzave të mia,
një laft keq për nonën e tyne se u këmë folë. Bravo. Ju këmë thonë që nona juja është njeriu më i mirë në botë. Edhe falë këti balanci që e kemi bon unë dhe ish gruaja ime, sot fëmijët tonë janë të lumtur. Mas shumë viteve, mbas 10 viteve, jam taku me Eden, gruan time që keni taku dhe ti dhe Rejani. Kur jemi taku natën e parë, te aty shtëpia Ismail Kadares në qendër në blok në Tiranë, mos i kena fol, kam qenë me një shkrimtar norvegjez, një shkrimtar e Australisë, edhe unë në Shqip i thash oj ti qik, tha urdhna, thash a ban me ta bon një pyetje, tha fal, thash a ki nej far djali që je ka me nën mu martu me ta, se veta una ki dashnor ajo si shqiptar që të vesin, a je virgjine, a dy këta ju këcejnë pelav, kur vje punat e femna vetë, thët a je virgjine, që si farë lopë zgjalla je nana, halo, me qarë shafa me. E tha, jo, tha, kam kënë një lidhje 4 vjetë, tha, po jam single, tha, që 1 vjet e knej. Tha, po pse po më pytë sa shumë private? Thash, po të pës, se po du mu martu me ty. Thash, se ftyra ju të syte tu për tretët, mjep me besu e me kuptu që ti nuk je rëndse. Se Luan, gjatë jetës time i kum bo 10.000 emisione televizive. Në jetën time i kum përkthy dikun një 10-15.000 shqiptarë në Norvegji në Suedi. Unë të jetë shqiptari e di e shqiptarja qëfar njeri ashtë, qëfar edukate ka, qëfar civilizimi. Edhe i da tha, pasha zote, tha qenë ke i qmendur. I thash, po veç budalla i qmendur e fukaraja martohen. E nejse edhe u lidhon, i shkëmbym numrat e telefonit. Pastaj i kalzova qatë natë, thash unë thash i kam 2 dashuri shumë të mëdhaja, ma mirë me të kalzu. Se thash, po du me të bo gru, thash i kam 2 vajza, që i du sa zotin. Edhe thash veç një kusht e ki, mu martu me mu, thash kime u taku me ish grun time. Jo, thash që më duhet mu taku. Jo, thash kime u taku, edhe kime pyt verzionin pse e mi nda. Ashtu. A jemi nda pe i qefit, a jemi nda pëse unë kam qenë alkoholiqara, kum përdor droga, diçka, këte. Kështu që ish gruaja ime, edhe gruaja ime aktuale rrinë bashk, takohen në Suedi, takohen në Kosovë. Unë shkoj te prindrit e ish grus time, i kam si prind e mi. Po se ke fëmijë ma të. Po më thëjnë, edhe pa fëmijë du shumë, janë njerëz të jashtëzakonshëm. Pastaj Eda më tha, hajtë po ta tregoj edhe qëtë pjesë. Eda më tha, hajtë tha se du me taku me prind. E u takuva nonën e kane, e di kolonja nga Fajkonica Fanoli. Po thot, o qëno, tha unë kam gocën yllë, dhe me kune kurgja, katunari Drenicës. Thash, vëllaj vjerë dhe unë yllë e gjysë. Thash, yllë në Kosovë, yllë në Shqipëri, thash, pa du më martu ti me mu, a goca jote. Takimin e para. Tha, po i paftyrë qenke, po ku gjeti goca ime. Edhe qështu takum tani u dashërum në natë, kur diplomoj se i dashtë inxinjere, tha, qa këshim bërë dashuria afer detit. Thash unë s'pe kuptoj që të fjollën dashni, thash se na shqiptarët në nish Jugoslavi rolle përdurëm fjollën dashni. E në 3 notës na të Adriatic Hotelin në Dorës. Ato të shkojmë, po njeri ma i pa fatë se unë njetë s'ka. Edhe taman janë nisë me bu dashni në plazh, ato të sulak, një 20 qenë me në hongërë bërë dhe njëve. Aty në rëson të vjera që janë onën, e të që vjera tha po tybe ku të gjetë mërë ty me të më. Shumë i hekave ti. Po, kështu që Eda është shok jemi, edhe po e mbylle që i këmë thonë. Është shumë e shkollume, është akademike, po është fort njëri budalë.
se u martu me mu. Hej, Faleminderit shumë faleminderit lartë, shumë. Zoti të ruaj ty, Gjithashtu familjen shumë faleminderit edhe për krejt shoqërinë.